Pikan 22 përmend këtu takime e fshehta. Për këtë ekziston audio ku Abdulwahid el-Medkhali dëgjohet duke thonë. Edhe e përmend këtu një fjalë të Omer ibn Abdulazizit rahimahullah, e pastaj e sjell një link këtu që me vërtetu se çka ka thënë Sheikh Abdulwahid el-Medkhali. A dini çfarë referencë ka marrë që me i godit selefit edhe me argumentu kundër selefive? A dini këtë në YouTube këtë që ka marrë, domethënë, është referenca një kanalit i cili quhet Qanaatu el-Murji es-Suhyuni Rabi el-Medkhali. Kanali i murgjijut cionistit Rabi el-Medkhali. Domethënë Besim Xhela e merr këtë për referencë këtë kanal. Domethënë, ku është verifikimi? Ti e ke fillu shkrimin tënë me ajetin edhe tash do thonë e ke shkalti me të dyat kam këtë rregull dhe këtë parim që me pas kujdes në pranimin e lajmeve dhe verifikimin. Ti do më thonë argumenton kundër selefive me kanale të tilla. Kanal ku thua do më thonë murgjiju, cionisti Rabi el-Medkhali. Edhe ky dashurit të zjarrt për Imam Rabian. Ky nuk fol për Sheikh Rabin. Ky e ka gajlen e Sheikh Rabis. Ky e ka gajlen e menhegjin e Sheikh Rabis. Ky e përhap menhegjin e Sheikh Rabis. Do më thonë qëllimi i arsyeton mjetin. Kjo kështu është. Qëllimi i arsyeton mjetet edhe mjetin